I tha se Dai abuzoi me të si vajza shqiptare gënjeu babain duke falsifikuar mesazhet dhe çoi atë drejt krimit. Një kthesë e re në rezultatin gjyqësor të vrasjes që përfshinte një viktim 33 vjeçare u dha dje në gjykatën me juri të përzier të Larisës nga pranimi i 19 vjeçares se ajo falsifikoi mesazhe me tekst për të bindur të atin, një të pandehur 51 vjeçar në një çështje ligjore të paprecedent. Shtetasi 51 vjeçar shqiptar Fatmir Tarellari nga Poliçani akuzohet për vrasje me dashje në gjendje të qetë mendore për armbajtje pa leje dhe për përdorim arme, pasi në 9 janar 2024 me pushkën e tij të gjuetis pak jashtë Volosit pranë një fabrike çimentoje i ngriti kurth vdekjeprurës kunati të tij 33 vjeçar Erion Pelivani, të cilin e qelloi dhe plagosi për vdekje. 51 vjeçari u bind nga vajza e tij se kunati i tij 33 vjeçar ishte ai që përdhunoi kur ajo ishte një vajzë vogël. E gjitha filloi kur 51 vjeçari Tarellari mori një telefonat nga pronarja e vajzës së tij studente, e cila tha se nuk e kishte paguar qeran edhe pse ai kishte dërguar parat rregullisht. Vajza 19 vjeçare thuhet se deklaroi natko se ishte detyruar t'ia jepte para dajos së saj 33 vjeçar se ai po e shantazhonte duke i thënë se do të publikonte foto të veprimeve të saj të pahishme. Në fakt që ta bënte të atin besonte, ajo i tregoi mesazhe me tekst, SMS në telefonin e saj celular. Babai u bind se kunati i tij ishte ai që po i përdhunonte të bijën duke i ngritur një prit dhe qelloi duke plagosur për vdekje. Vetëm se hetimi nga drejtoria e hetimeve penale të policisë helenike vërtetoi falsitetin e SMS-eve duke përmbytur faktet e çështjes. Vajza 19 vjeçare gjatë dëshmisë së saj dje pranoi se për të besuar nga i ati, ajo falsifikoi mesazhet që shkëmbente me të dashurin e saj në një mënyrë të tillë që dukej sikur dërguesi i mesazheve ishte 33 vjeçar i cili në fund humbi jetën padrejtësisht.